I marrin në Shkodër 3 mandate sepse vetë socialistat janë mërzit me mënyrën e qeverisjes. Ne kena një kryetar bashkie në Shkodër, i cili ishte ankull dhe të kryeministri si këshilli bashkiak, nuk i kishte kalu plazhet, hapësinat publike, po ja kompania është e gruas vet. Dhe ja ka vu emrin Bio Strajca. Të shemrapën ju me thirë Benet Strajca. Benet Strajca ke vjell boll. Nuk të beson ma Shkodra. Nuk nikon ma presioni jot kundër votuesve Partisë Social-Demokrate. Edhe socialistat janë ba me mu. Ne në Shkodër kena prap zgjedhjet parakohshme në bashki. Pa ne nuk do t'ja lëm bashkinë Sali Berisht. Bashkinë do t'a ketë prap Partia Socialiste, po jo me njerëz korruptuar si Beneti. Pa Partia Social-Demokrate nuk fitohet as Valdajsi, as Malësia Madhe, as Shkodra. Drejtori i Spitalit Shkodrës kërkojnë punonjësve jo X, i thotë, po këtë do ta mesh plus. Dhe këtu e dim na që ke votu PS. O të mirë, si menoni se i bani presion popullit Shkodrës, mas me votu mu. Unë të pruna në atë bashki, marr hajdut. Mas zgjedhjeve do të shkosh në burg. Benet Strajca i dit kishte mbledh krerët e bashkive dhe kandidatëve për deputet dhe e kanë filmu Benetin. I thot, po bleni votat e socialistave, ky është krim zgjedhor. Dhe këtë do t'ja dozojmë shpakut. Deputeti i Partisë Socialiste, Frokgjini, i thot, o Benet, ka ardhë që më sterka me ble votat të djaljar shtem, thot mo. Qa është ke punë me, qa është të ba kështu? Kështu do të me i marrë ta mandatet. Ju bajthire socialistave dhe demokratëve të votojnë Partinë Social-Demokrate. Ne jena mbështetës Partisë Socialiste. Por nuk mbështesim ministrat e korruptum që do të shkojnë në burg prap nesër. Vetë kryeministri dhe kryetari i tyre ka thënë unë nuk jam avokat i atyre që bajnë korrupsion. Dhe ne për këtë po flasim. Pa ne nuk ka majorancë. Ti bajnë llogaritë si don Partia Socialiste. Se me Sali Berishën s'kena lidhjen.